Në Pogradec u shfaq filmi Zgjoj, një nga prodhimet më të vlerësuara të kinematografisë kosovare, i bazuar në një histori të vërtetë. Filmi sjell në ekran jetën e grave të Krushës së Madhe, pas luftës së Kosovës, të mbetura të veja dhe të detyruara të rindërtojnë jetën mes dhimbjes dhe mungesës së njerëzve të dashur. Në qendër të filmit është historia e Fahrie Hotit, e cila u kthye në simbol të forcës dhe qëndresës. Ajo rrëfen përpjekjen e grave që mes paragjykimeve dhe vështirësive nisën prodhimin e Ajvarit, duke e shndëruar atë në një model mbijetese dhe dinjiteti. Ka qenë pamundësia për mbijetesë, edhe pasi që Krusha shtrihet me një regjion ku gjithmonë kultivu specët dhe kemi fillu diçka nga i produkt që kultivojshëm vetë dhe kemi fillu për ekonominë familjar, për fëmijët e tonë dhe kështu që kemi triumfu sukses në anë e banë botës me produktet e tona. Kjo është një historia një pasqyre, në thonë drejtën frymëzuese për gratë shqiptare kudo që janë. Ne e dimë që gjithë jemi të forta, po me film e dëshmojmë më vërtet që gratë shqiptare të forta kudo që janë. Nënkryetaria e Bashkisë Pogradec, Entela Gusho, theksoi se Zgjoj sjell jo vetëm kujtesën e plagëve të luftës në Kosovë, por edhe mesazhin e fuqishëm të grave që arritën të mos dorëzohen. Ky nuk është thjesht një film artistik, është një film cili mbart në vetvete mjaft mesazhe, dhimbjen e madhe të grave, të cilët humbën të afërmit e tyre dhe nuk u gjetën më. Është një thirrje për gjithë secilin që të bëjnë maksimumin për gjetjen e këtyre njerëzve të cilët humbën për kaq vite, por ajo çka është më e fuqishme është mesazhi gruaja është një forcë e madhe. Nëse ata bashkohen së bashku, mund të bëjnë ndryshimin. Filmi mbetet një dëshmi e qëndresës dhe një kujtesë për fatin e mirë të pagjeturve të luftës.